një pjesëtar i familjes do të komunikojë me sekretarin e shtetit. Po. E ti thotë që në familja jonë ose me emra duhet votojmë. Po. Dhe ata dërgojnë në postë, dërgojnë me... Sa kohë para duhet bëhet ky komunikim? Ky komunikim në votimi fillon diku në 20 qershor, që mund ta bësh në çdo moment, duke thuar që sot deri në afër fundit, normalisht nuk mund ta lejosh të mbrish shumë afër datës votimit asaj 4 gushtit, sepse pastaj s'të del koha që ta nisësh me postë. Por nga ky moment që jemi neve, e deri atëherë është komuniteti është i lirë që të bëjë kërkesën ke sekretaria e shtetit ose ke klerk i qytetit ku jetojnë këto dy vende. Kush është klerk? Klerk është një nga pozicionet që ka çdo qytet. Çdo qytet është pozicion administrativ brenda qytetit që merret me votimet. The city clerk, që është në punësi civil i qytetit që merret me këtë punë. Ju i dini do t'i shpjegoni. Saktë, është drejt. Po nga s'kemi ekvivalencën e vendeve nga anët tona, por është personi që merret me zgjedhjet në çdo qytet. Po, aty do të shkojmë. Gjithmonë. Është gjithmonë i njëjti, edhe në Troy, edhe në Rochester, edhe në Rochester Hills, edhe në Sterling Heights, edhe në Utica, edhe në Shelby, kanë secili vetën. Çdo qytet ka personin e vet atje. Mjaft që në një farë të kontaktosh qytetin ose të hysh në internet, bësh kërkesën dhe pastaj fleta votimit vjen në shtëpi. Ajo ti oportunitetin pastaj që të votosh sipas dëshirës tënde, kur ti je gati, edhe ta nisësh me postë. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë, pastaj shteti kaloi një ligj para disa vjetësh ku i lejon çdo kujt në shtet që të votojë në person përpara datës së votimit, para 4 gushtit. Dhe kemi një javë kohë nga 25 korriku deri në 2 gusht, ku kemi aftësinë të votojmë në person ke qyteti janë, prapë ke qendra administrative çdo qyteti, Troy, Rochester, Sterling Heights, Utica dhe Shelby, shkosh në qytet atje dhe thuash dua nga data 25 deri në 2 gusht, thuash dua të votoj. Ata do t'japin letrën, s'do ketë as radhë as gjë, së shqyrë zotit e ke perfekt ditën për të votuar ato ditët, sepse shumica e njerëzve nuk votojnë për çfarë do lloj arsye gjatë asaj periudhe kohore. Edhe ke aftësinë që të bësh votën. Kjo është një mënyrë e dytë për të votuar në person përpara datës 4 gusht. Pastaj mënyra e tretë është të votosh datën e zgjedhjeve që janë data 4 gusht. Një lloj si çdo vit. Këta i do votojnë që nuk ka marrë kontakt me zyrtarët. Do vend ditën e zgjedhjeve. Si kanë marrë letrat? Ajo është pyetje perfekte për këtë. Mënyra si merr letra është kur regjistrohesh. Kur regjistrohesh, mbasi bën regjistrimin ose ke qyteti ose ke sekretaria e shtetit, të vjen një letër të vjen një, si thua, një kartë votimi e vogël që të thotë është ka emrin tuaj, ka adresën tuaj, ka edhe çfarë është ai precinct location, me fjalë është njësia ku votohet, sepse çdo qytet ka disa vende qendra votimi. Edhe ajo karta që të vjen nga clerk ose nga sekretaria e shtetit ka informacionin specifik në lidhje me ku do votoni ju. Ti jep adresën, nëse do të bësh votimin në person. Dhe ajo adresë ti mund të shkosh ditën e votimit, datën 4 gusht, ose atë 25 korrik deri në 2 gusht, që është periudha kohore më parë, është e njëjta qendër ku mund të shkosh zakonisht. Atëherë shkon në person dhe bën votimin në atë mënyrë. Ky është mënyra si komunikohet. Si gjithmonë, për shqiptarët tanë, në mënyrë ekskluzive në 100% rasteve, kur çdo që ka nevojë për ndihmë për atë punë, neve kemi stafin ton gati gjatë gjithë kohës që të ndihmojmë që të gjithë në mënyrë individuale. Me fjalë tjera, nëse ke thjesht dëshirën që do të votosh, po nuk do të harxhosh as 2 momente për të kuptuar procesin fare, thjesht ke nevojë të na kontaktosh neve ke zyra, do e bëjmë atë proces për juve, më të thjesht nuk bëhet. Që ta kemi mundësinë për çdo shqiptar minimalisht regjistrohen dhe pastaj maksimalisht votojnë. Edhe një pyetje për këtë, zoti avokat. Fleta e votimit ka vetëm emrin e kandidatit, ka gjithë kandidatët, a ka dhe opsione për partit ose jo? Po, gjitha janë të vërteta. Kanë opsionet, janë gjithë kandidatët aty dhe ka opsionet për parti se cilën zgjedh. Kjo përse dhe për primar do zgjidhësh një kandidat ose do nëse zëm një kandidat ose një grup partie. Në kupton çfarë them? Në këtë rast unë jam ke kandidatë e Partisë Demokratike
Në qoftë se nuk i toleron dot Partinë Demokratike, shkollaj mund votosh vetëm për mua, s'ke nevojë të votosh për asnjë tjetër. Është normale. Kështu që mund të votosh vetëm për kandidatët që preferon dhe të ecësh përpara. Ke parasysh nuk ke nevojë të edhe në një farë se kemi thënë ka opsione, por s'ka detyrime. Ka opsione, s'ka detyrime dhe s'kemi ardhur të rregullojmë, ke parasysh roli im është të rregulloj partinë, roli i komunitetit tonë është thjesht të zgjedhin mua ose të më rregullojnë mua. Po më rregulluan mua, jemi në rregull pastaj me të gjitha të tjerat. Po me shpresë avokat që shikuesit kanë dëgjuar, votuesit që janë në zonën tuaj, por ata që janë në zonën e Robertit, por ata që janë në zonën e shqiptarëve kudo ku janë, sepse ka një ndryshim nga shteti në shtet për mënyrën e votimit? Absolutisht. Secili shtet ka ato të veta. Por në fund fare neve jemi të fokusuar ke shteti jonë dhe ke këto zona. Dhe komuniteti jonë këtu në një farë mënyrë është i fokusuar detyrimisht dhe për arsye të forta duhet të jetë i fokusuar ke mirëqenia e saj, ke mirëqenia e këtij komuniteti. Kjo është diçka e rëndësishme. Përfitimet, si thua, ashtu sikur se obligimet ekzistojnë për këtë komunitet, ashtu dhe përfitimet në fund fare do vinë ke ky komunitet, sepse neve kemi, edhe këto janë të shumëllojshme, siç e dini dhe ju. Avokat, komuniteti tonë nga pikpamja morale dhe vullnetare neve kemi punuar të jetën e jemi marrëveshje në këtë fushë. Pra, shikuesit, votuesit do të vinë të votojnë. Por jetojmë kapitalizëm. Cilat janë benefitet që zgjedhja juaj, kur shkojnë juve në Senat, dikush tjetër, pra Roberti shkon kongresmen, po flasin për rastin tuaj tani. Çfarë benefitesh kanë shqiptarët nga pikpamja morale, patriotike, edhe krenarie, por dhe nga ana e shërbimeve dhe nevojave të ndryshme? Jemi në kapitalizëm edhe përfitimet janë që nuk bëjmë brezare, ka përshtypjen janë të tjetër lloj, shqyr zotit. Në këtë komunitet neve kemi fatin që po votojmë për kandidatët tanë, antarë të këtij komuniteti. Detyrimisht që kemi një farë obligimi moral dhe krenarie morale nëse ky veprim do jetë suksesshëm për ne. Detyrimisht që do kemi një përfitim për te moralit, kemi atë krenarin kombëtare, sepse është nevojshme që të kemi përfaqësim dinjitoz nga ata antarë të këtij komuniteti që na kanë përfaqësuar në mënyra ndryshme, por që na duhet na përfaqësojnë edhe në këto role, sepse këtu kemi mungesa. Nuk kemi më nevojë, kemi gjithmonë nevojë për avokat, doktor, inxhinier, biznesmen, thetash, çfarë do lloj, në çdo fushë të mundshme. Por neve në gjitha këto fusha i kemi përfaqësuesit e komunitetit tonë. Ku na mungojnë janë pikërisht në rangun politik. Vendimarrja politike ka qenë pak e dobët kene prej pjesëmarrjes, prej asaj nga momenti nga i fillimi që në pyetja e parë që bët juve, në bazë të angazhimit politik që kemi pasur gjatë viteve dhe angazhimit relativisht të ulët në votime, detyrimisht kemi pasur edhe niveli i suksesit ka qenë i limituar për mos ekzistent. Ky është një oportunitet i madh që kemi sot. Por ka një detyrimisht përtej aspekteve të krenarisë, përtej aspekteve morale, ka një farë përfitim gjithashtu që të kesh antarët e komunitetit tënë në këto lloj pozicionesh për arsye se këto janë pozicione që kanë vlerë përtej atyre elementeve si është teorik, por kanë vlerë praktike. Shteti jonë, shteti Michiganit, e ka buxhetin që sapo kaluan në tetor të vitit kaluar, e ka buxhetin $81 miliard në vit. Nëse ju kujtohet mbasi kaluan buxhetin në tetor, këtë vit në fillim të vitit pati një moment ku Partia Republikane e shtetit, në përfaqësuesit e Partisë Republikane të shtetit Michiganit, bën një clawback, një ndërhyrje në buxhet ku në argumente që duam të kursejmë parë ke buxheti, mos harxojmë parë, thanë do nxjerrim ca nga fondet që ishin informëri kishin dhënë ose kishin premtuar për të dhënë një seri me organizatash të ndryshme përgjatë shtetit Michiganit, thanë këto nuk do japim më, do i mbasim, do i fusim prapë mbrapa në buxhet. Në parim s'ka asnjë gjë të keqe. Në praktik, ishte interesante për mua dhe për ata si puna ime që në një farë mënyrë janë të fokusuar ke këto lloj veprimesh, të shikonim se kush u ndikua. Për shembull, kishte ca organizata që ishin si për shembull organizata në qytetin tim ku jetoj unë në Shroj, ishte organizata që ka të bëjë me muzeun e qytetit dhe janë disa shtëpi muze që kemi në qytetin tonë, ajo u ndikua ju të roqen fondet. Po një gjë që më bëri përshtypje mua ishte për komunitetin e Chaldeans të krishterëve të Irakut që kemi këtu në këtë zonën tonë, që në një farë mënyrë jetojnë unë kam jetuar në një rrugë që ishim Chaldean shqiptar, ke përsysh janë pjesë e ndërthuar e komunitetit tonë.
Ata kanë atë qendrën Chaldean Community Foundation, që është fondacioni ku është në 15 Marsh edhe në Ryan diku, mes Ryan edhe Dequindre. U tërhoqin sa fonde nga kjo tërheqje, u hoqën fondet e asaj organizate. Dhe mua më bëri përshtypje personalisht, dhe duhet na bëj përshtypje që të gjithë neve. Sepse ishin fonde që i shkonin asaj organizate vit për vit. Ka gjithashtu fonde që janë tërhequr që i shkojnë institucioneve si për shembull për të njëjtin komunitet, kanë dhe ata televizion siç kemi neve. U tërhoqin fonde për atë televizioni. Neve, unë ti të them këtë personalisht mbas njëriut mia, nuk marrim asnjë lloj të ardhurie nga shteti i Michiganit në lidhje me me kisha, nga xhamia, nga televizioni shqiptar, nga qendra ballkanike, nuk marrim asnjë cent, asnjë kopek nuk ne jep asnjëri. Ka arsye pse ndodh kjo. Nuk është aksident kozmik. Arsyet janë sepse neve nuk kemi përfaqësues, edhe pse unë e ti e komuniteti jonë, biznesmenët tanë kanë dhënë, zoti i madh, një zot e di sa parë kanë dhënë gjatë çdo fushate përpara nesh. Përveç, edhe pse kanë kontribuar në mënyrë totale, nuk kemi marrë asnjë gjë mbrapa. Kjo është një nga humbjet totale tonat. Kjo është një nga arsyet kryesore pse kemi nevojë që të angazhohemi në rangun politik dhe vendimarrjen politike. Për arsye se është normale dhe është krejtësisht e logjikshme që të presim që anëtarët e komunitetit tanë të jenë të predispozuar për të ndihmuar komunitetin tonë, të jenë predispozuar për të dhënë rëndësi aspekteve të jetës së komunitetit shqiptar në Amerikë. Ashtu sikundër grupet e tjera etnike kanë dhënë prioritet grupeve të tyre. Dhe prandaj kanë ngritur fondacione, kanë ngritur televizione, kanë ngritur kisha, xhamia më tash, mendim nga shteti. Kjo është e nevojshme që ndodhi edhe këna. Dhe nëse ky komunitet më zgjedh mua, këto janë gjërat që ne do bëjmë për këtë komunitet. Kur ju do të shkoni në Senat, avokat Nushaj, do të rokasi dikush që është me Partinë Republikane, ju do t'i ndihmoni si pas partis apo si komunitet? Ja, është e thjeshtë. Ajo është e thjeshtë, faleminderit. Ajo është pyetje shumë e vëndë, është pyetje e drejtë me përgjigje të thjeshtë. Normalisht unë kam 16 vjet që i kam pasur dyert e zyrës time kanat hapura. Po të kisha bërë biznes vetëm me demokratët, ka përshtypjen që të isha duke vdekur uria, si unë, si nusja, si kalamajt. Por i kemi pasur dyert kanat për këtë komunitet. Edhe unë kur kam filluar, ne këtë bisedë kemi bërë para shumë vitesh bashkë, unë kur kam qenë shkollë në juridik, që ditën e parë shkollës e dija që do punoja për veten time. Thash, nuk kam nevojë të punoj për një firmë tjetër avokatësh apo për avokat tjerë. Edhe ajo ishte një farë mënyrë si vendim, ishte vendim relativisht i vështirë, sidomos në mendjen e atyre studentëve të tjerë, shokëve të mi që kisha në shkollë. Sepse detyrimisht ku do gjesh biznesin ishte pyetja gjithmonë. Edhe unë kisha një farë mënyrë në thonjza kisha një bast që në fund fare kam fituar atë bast. Dhe basti ishte që komuniteti jon mjaft po të ngresh dorën së shqiptar. Pa asnjë kriteri tjetër, pa ditur asnjë gjë tjetër për mua. Po thjesht si një avokat i ri që sapo kisha dalë nga shkolla. Pa eksperiencë, pa asgjë, pa më njohur, thjesht një emër shqiptar, do ishte mjaftueshme që të kisha mbështetjen totale të komunitetit. Dhe ajo, unë kam 16 vjet që në një farë mënyrë jetoj me komunitetin tonë, duke shërbyer komunitetin shqiptar këtu në Amerikë, dhe suksesi im vjen si rezultat i faktit që ky komunitet ka mbështetur që ditën e parë që dola nga shkolla. Atëherë kur s'kisha asnjë lloj eksperiencë, përkundrazi. Ky komunitet nuk ishte komunitet demokrat, nuk ishte komuniteti i çfarë partisë jeshile, ku diun sa të dash, ishte gjithë komuniteti shqiptar, pa dallim feje, krahina ide. Unë jam nga Tirana, jam me origjinë nga Vlora. Nuk është se merrem vetëm tiranësit, se tiranësit i kemi kokra këtu. Po merrem gjithë me radhë, nga Korça, nga Vlora, nga Erseka, nga Malësia, nga Shkodra, nga çdo qoshë e Shqipërisë. Detyrimisht, për opinionin tim modest, edhe në këtë fushat, unë mbështetjen po e marr nga gjithë komuniteti. Dhe këto ditë të ta them në mënyrë shprehem në mënyrë qartë dhe pa asnjë lloj luhatje këtu. Detyrimisht edhe shërbimi im kur vi koha që të jem duke shërbyer në Senatin e shtetit tonë, do të jetë i tillë. Dyert të jenë gjithmonë kanat, bën kuptim që të jenë tilla, edhe të jenë gjithmonë i hapur dhe i predispozuar të ndihmojë këtë komunitet. Unë e di, apo është nevojshme të pyetja. Pyetje që të dëgjojnë të tjerë se cili është avokat Nushaj. Patjetër. Po mirë, avokat, ku jemi me fushatën? Faleminderit. Ne jemi në aktivitet total, tani kemi hyrë në zonën që është nxjerrë gjithçka, çdo aspekt i mundshëm. Kemi filluar. Çdo thotë nxjerrë?
me kuptimin e mirë të fjalës, që po bëjmë çdo aktivitet mundshëm. Aktiviteti kryesor është të shkojmë, si thua, derë edhe të fitojmë votën. Siç kemi folur më parë, herën e kaluar në këtë garë kanë votuar 115.000 veta. Kësaj radhe presim rreth 130-140. Duke pasur parasysh këto shifra, është praktikisht e pamundur që të bësh bisedë individuale në mënyrë që ta fitosh garën, bësh bisedë individuale me 70.000 njerëz. Por neve ato po mundohemi të bëjmë. Prandaj kemi gjithë ekipi janë skuadra janë që ka të bëjë me stafin e gjithçka që kemi edhe për qark vetës, plus gjithë ata që janë vullnetarë edhe për qark meje, që vinë edhe në një gjithë kemi dalë dhe jemi duke trokitur derë në çdo qytet të këtij komuniteti, në çdo zonë komunitetit. Edhe jemi duke bërë atë, kemi trokitur deri tani në 12.000 dyer për hir të primarës. Se në primare nuk është shifra totale, është vetëm për rreth 30.000 veta të votojnë. Në primare kemi bërë kemi vajtur në 12.000 shtëpia deri tani dhe presim që nga sot deri ditën kur do fillojnë votimet, do kemi trokitur çdo shtëpi që ka votuar ose presim që të votojë minimalisht 2 herë mbase 2 herë gjysmë 3. Përveç asaj, normalisht ne kemi edhe ju dini shumë mirë këtë, sepse jeni gjithmonë i ftuar ke këto dhe gjithmonë paraqiteni, kemi në ato ngritjet e fondeve dhe takimet me komunitetin që bëjmë, ato kanë qenë të vazhdueshme çdo javë, nuk kam asnjë ditë bosh në lidhje me këto, edhe jemi të angazhuar në mënyrë totale në atë aspekt. Pastaj përveç atyre kemi këto kontaktet që bëhen me vetëra që shkojnë ato letrat në shtëpi, fillon e para do shkoj në fund të javës kësaj jave që vijon, pastaj kemi çdo javë do ketë nga një letër tjetër që shkon një farë. Në fillim është e para është që më prezanton mua me gjithë komunitetin e gjerë, e pastaj fillon flet për programin e gjithçka. Këto janë thjesht kontakte. Gjithashtu në fillim të këtij muaji të ri, në qershor, do fillojnë ato reklamat që do kemi reklama në televizor, në radio, se tash do jetë një angazhim total. Që do e shikoni suratin tim, aq shpesh sa do i mërziten dhe do detyroni të votoni për mua, thjesht që të hiqni qafe, për ndryshe do i lodh. Do të suportojnë me shumë dashamirësi, me shumë vullnet, sepse ju jeni një personalitet në fushën tuaj, edhe në jetën komunitare jeni cilësor. Edhe unë të falenderoj shumë. Falenderoj unë ju. Kishe diçka tjetër për të thënë shikuesve? Ju falenderoj shumë, unë falenderoj komunitetin tonë për gjithë ndihmën që na ka dhënë deri tani dhe i falenderoj për ndihmën që na japin në të ardhmen. Dhe ne do ju lodhim pak duke kontaktuar sa më shpesh që jetë e mundur në mënyrë që sigurohemi që jeni të angazhuar totalisht në fushatën tonë, por ju nuk do na lodhni asnjëherë, kështu që unë ju mirëpres që gjithë dhe Këdo që nuk e kam takuar deri më sot do kisha dëshirë të takoja. Këdo që nuk e kam fituar akoma atë votën, kam dëshirë t'i takoj, t'i flas dhe t'ja fitoj votën, dhe jo vetëm juve, po edhe gjithë komshinëve, gjithë të afërmve, miqve, këdo që e keni. Ju falenderoj shumë. Avokat, falenderoj shumë. Unë kam bindje plot se ju do të jeni fitues për në Senatin e Shtetit Michiganit, edhe ne do të jemi aty disa raste kur do të kemi interesa si komunitet, edhe këtë është besim absolut. Të falenderoj për kohën, me shpresë javën tjetër të trajtojmë disa gjëra të tjera, çështje të cilat i përkasin edhe flasin për zgjedhjet, edhe për jo vetëm për rastin konkret tani, por edhe për eksperiencë për të ardhmen. Ju falenderoj te base, ju falenderoj për ftesën, është gjithmonë një kënaqësi e veçantë dhe privilegj që të jem pjesë e televizionit amerikan. Faleminderit. Shikues nderuar, e falenderoj dhe uroj suksese avokat Rënis Nushat edhe në emrin tuaj dhe miru pafshim në emisionin e radhës në mënyrë të vazhdueshme me biseda me kandidatët për vendet ku ata kanë filluar garën dhe mendoj që të jenë fitues. Deri atëherë miru pafshim. Të falenderoj. Ju falenderoj unë.